Kanë ngelur edhe 2 ditë për tërheqjen e lojës së madhe shpërblyese e cila organizohet nga qendra tregtare Rem Mall. Si shpërblim kryesor, kjo qendër tregtare ofron vetur polo, si dhe shumë shpërblime të tjera të vlefshme, si iPad, televizor LED, si dhe shumë shpërblime të tjera. Tërheqja e lojës shpërblyese do të bëhet me një spektakël të madh ku do të marrin pjesë edhe këngëtari Shpat Kasapi, Tamara Todeska dhe grupi valltarëve të mirënjohur nga Shqipëria, Siluete Dance, si dhe shumë befasi të tjera. Po me datë 26, do të thotë ditën e premte, nga ora 15 fillon spektakli festiv, në të cilin do marrin pjesë artistë të mirënjohur si Shpat Kasapi dhe Tamara. Njësoj kemi edhe grupin e baletit, shumë i mirënjohur në Shqipëri, Albania Siluete Dance. Do ketë edhe befasi të tjera, presim një publik shumë të gjerë. Besoj që do jetë një dhuratë festive, automobili, vetura dhe gjithë dhuratat tjera të cilët do të ndahen ditën e premte. Me rastin e fund vitit, qendra tregtare Rem Mall ka dhe shumë zbritje sezonale dhe me afrimin e festave të fund vitit edhe befasit në këtë qendër tregtare sa vijnë shtohen. Nga kjo qendër ftojnë të gjithë qytetarët që të jenë të pranishëm në tërheqjen e lojës shpërblyese në këtë qendër, ku përveç dhuratave të çmuara do të ketë edhe shumë befasi të tjera.